Sa të kam bu tash, 2 dekada? 2 dekada jam trener në njëjtin klub, o plau kanë klub. O plau kanë klub. Kjo është më shumë edhe si pasojë e faktit që jo dhe shumë njerëzi kanë pas interesimin që me punu ose me jo përkushtu sportit handbollit. Edhe ndoshta edhe sfidat e mëdha që i kemi pas si qytet dhe si klub më kanë bënë më të fortë që me përballu dhe me synu që çdo herë skuadrën me çu më përpara. Është bot gjatë, unë them tash fillim që kam kontakte me shumë trajnerë të klube më të njohura dhe kanë herë ata edhe befasohem kur pyesin sa vjet je në klub. Për sa vjet jam në klub. Po si dhe që tjetë jam i kënaqur sepse rezultatet arrihen gjithandej në për klube, por ne si klub edhe bashkë me lojtarët që kanë punu shumë, janë angazhu shumë, ne kemi po për klubin e qytetit tonë, për në qytet që nuk ka pas shumë nuk ka rezultatet shumë të përmenda në sport, në gjitha sportet, dhe ne kemi arrit me bo një dallim që Istogun një qytet të bukur, një qytet vogël me fut mesin e hartë të sporteve dhe të klubeve të suksesshme. Edhe ato evropiane, dhe do të thotë që ky është një sukses jashtëzakonisht i madh.